Edward Peterson, një burr 70 vjeçar, jetonte me djalin e tij, të cilin e kishte bindur se Aaron dhe nusja e tij përfundimisht do ta braktisnin në një shtëpi pleqsh, pasi ata kurrë nuk dukej se i kushtonin ndonjë vëmendje. Një ditë ata i paketuan çantat dhe e çuan me makinë në një vend të panjohur. Edward nuk mund ta besonte atë që pa kur doli nga makina e djalit të tij. Pasi prindërit e tij vdiqën kur ai ishte vetëm 11 vjeç, ai jetoi vetëm në shtëpinë që ata kishin ndërtuar. Ai punoi pa u lodhur për të fituar jetesën dhe për të përfunduar shkollimin e tij. Dashuria nuk ishte lehtë për t'u gjetur për të. Megjithatë, kur ai ishte 34 vjeç, ai takoi në një restorant gruan me të cilën donte të kalonte jetën e tij. Ajo sapo kishte dalë nga një martesë abuzive dhe kishte një djalë të vogël. Ky vendas i Teksasit ra thellësisht në dashuri me të dhe ajo nga ana e saj ndjeu të njëjtën gjë për të. Disa vite më vonë të dy u martuan. Fatkeqësisht, pas martesës së tyre, ata e patën të vështirë të kishin fëmijë të tyre, por Edward nuk e kishte problem. Ai ishte plotësisht i dashuruar me të, kështu që e pranoi djalin e gruas së tij si të vetin. Ai e quajti djalin e vogël Aaron Peterson dhe ishte një baba i dashur. Ai kujdesej për familjen e tij dhe sigurohej që atyre të mos u mungonte asgjë. Megjithatë, shumë vite më vonë, gjëra ndryshuan kur Edward humbi gruan e tij të çmuar. Pas muajsh zije për ta, ai filloi të harronte gjëra lehtësisht dhe u bë depresionuar. Ai gjithashtu jetonte vetëm në një shtëpi sepse djali i tij tashmë ishte i martuar. Megjithatë, Aaron dhe gruaja e tij, Andrea, e vizitonin her pas here për t'u siguruar që ai ishte mirë. Fatkeqësisht, diçka e tmerrshme i ndodhi këtij burri të moshuar një ditë. Atë natë të tmerrshme ai ndezi një qëri sepse nuk kishte furnizim energji elektrike. Ndërsa mendonte për gruan e tij të ndjer, ai harroi që kishte lënë qeriu ndezur dhe ra në gjumë. Pak minuta më vonë, shtëpia e tij prej druri mori flak dhe për shkak të thithjes së tymit ai humbi ndjenjat. Fatmirësisht, disa fshinjë nxorrën nga shtëpia pikërisht në kohë dhe kontaktuan zjarrfiksit e qytetit. Megjithatë, para se ata të mbërrinin në vendngjarje, e gjithë shtëpia e Edwardit ishte djegur plotësisht. Ai u dërgua me urgjencë në spital. Kur Aaron dëgjoi çfarë i kishte ndodhur babait të tij, u friksua shumë. Pa atë ditë, ai dhe gruaja e tij vizituan klinikën. Kur mbërritën atje, mjekët i thanë se i moshuari kishte rënë në koma. Fatmirësisht disa ditë më vonë, Edward të rifitoi ndjenjat. Më pas, ai u lirua dhe ju lejua të shkonte në shtëpi me djalin e tij. Megjithatë, kur Edward më në fund e kuptoi se shtëpia e tij dhe gjithçka që i kujtonte gruan e tij ishte zhdukur përgjithmonë, ai u shkatërrua. Nga dhimbja, ai thirri djalin e tij. Pse më lejua të mbjetoja, pse nuk më la thjesht të vdisja, nuk duhet të kishit paguar faturat e spitalit, nuk dua të jem më në këtë botë. Aaron nuk mund të besonte fjalët e babait të tij dhe i tha të pushonte pak. Muaj pasi u zhvendos në shtëpinë e djalit dhe nusës së tij, Edward nuk ishte i lumtur duke jetuar atje. Ai nuk ishte i kënaqur që varrej për tyre dhe nuk donte të ishte barr për ta. Aaron dhe gruaja e tij kishin një vajzë që studonte jashtë qytetit, kështu që meqense fëmia e tyre nuk ishte kurrë në shtëpi, përgjegjësia e tyre kryesore ishte të kujdeseshin për të moshuarin. Megjithatë, amerikani kurrë nuk u ndje se po kujdeseshin për të nga çifti. Që nga momenti kur i moshuari hyri në shtëpinë e tyre, ai besonte se ata po e shmangnin dhe nuk donin vërtet të kalonin kohë me të. Shumicën e kohës ata ktheheshin në shtëpi shumë vonë dhe shkonin të flinin. Sa herë që ju afrua për të zbuluar çfarë nuk shkonte, gjithçka që i thanë ishte se puna po i lodhte. Kjo e trishtoi Edwardin sepse ndjej sikur ishte kritësisht i vetëm. Një mëngjes, kujdestarja që i plotësonte të gjitha nevojat e tij, i tha diçka që e la të shtangur. Ajo e informoi se Aaron dhe gruaja e tij së shpejti do të ndalonin atë të vinte për të kujdesur për të. Ajo i tha se nuk i dhan arsye, por dyshonte se ata po planifikonin ta hiqnin qafe. I moshuari u përgjigj me trishtim. Faleminderit shumë Marta, nuk e pse të shqetësohesh për mua. I kam thënë djalit tim shumë herë të më çojë në një shtëpi pleqsh, kështu nuk do të isha barr për askënd. Një ditë Aaron u kthye nga puna dhe e gjeti baban e tij me një grusht pilulash gjumi. Fatmirësisht ai arriti të ndalonte para se t'i galltiste. Nuk dua të jetoj më, nuk dua të jem më barr për ty dhe gruan tënde. Thjesht më çon në një shtëpi pleqsh sepse nuk jam i lumtur këtu. Mund të shesësh tokën time, nuk kemi mjaftueshëm para për të paguar. Në rregull, tha Edward, ndërsa shpërtheu në lot. Djali i tij e përqafoi dhe i tha se nuk ishte koha e duhur për të folur për këtë.
Muajt kaluan, por ai ende nuk u çua në një shtëpi pleqsh. Ai ishte shumë i trishtuar sepse kjo ishte gjithçka që donte. Megjithatë, një mëngjes djali i tij solli disa dokumenta dhe i tha se kishte vendosur të shiste tokën. Ai gjithashtu i tha se do të fliste me një nga shtëpitë e pleqshve në qytet. Eduard i moshuar u gëzuaj shumë sa, pa lexuar çfarë shkruaj në dokumenta, i nënshkroi. Megjithatë, disa javë kaluan dhe ai ende ishte në shtëpinë e djalit të tij. Tani ai ishte i shqetësuar dhe i zemëruar për situatën. Kur djali i tij erdhi në shtëpi një natë të veçantë, ai e pyeti nëse nuk e kishte shitur ende tokën dhe pse nuk e kishte çuar ende në një shtëpi pleqsh. 32 vjeçari shpjegoi babait të tij se ende nuk kishte gjetur një blerës. Ai tha Eduardit të kishte pak durim dhe se gjithçka do të zgjidhej brenda pak javësh. Por durimi ishte diçka që i moshuari nuk e kishte më. Gjithçka që donte ishte të largohej nga shtëpia e djalit të tij. Në atë moment, 2 javë më vonë, djali i tij dhe nusja u kthye në shtëpi me rrobat e reja, çarçaf, artikuj higienik dhe gjëra të tjera. Eduard besoi se këto sende ishin për të, kështu që u ndjej i lehtësuar që më në fund do të largohej. Po, ai nuk ishte plotësisht gabim. Të nesërmen, Aron dhe gruaja e tij kërkuan të përgatiste gjërat sepse do ta çonin diku. Me entuziazëm ai shkoi në dhomën e tij dhe paketoi të gjitha sendet e tij në çantë. Ai ishte i gëzuar që më në fund po shkonte në një shtëpi pleqsh. Megjithatë, ai kurrë nuk e dinte çfarë kishin planifikuar Aron dhe gruaja e tij për të. Eduard hipi në makinë dhe sapo motori u ndez, kujtimet e së kaluarës filluan t'i vinin në mendje. Ai kujtoi gruan e tij dhe se si kishte jetuar i lumtur me të dhe Aronin. Në atë çast, ai u bë shumë i trishtuar. Derdhi disa lotë dhe pas një kohe ra në gjumë. Kur më në fund arritën në destinacion, Aron zgjon babain e tij dhe ndihmoi të dilte nga makina. I moshuar i vuri syze duke shpresuar të shinte shtëpinë e pleqshve. Megjithatë, ai nuk mund të besonte atë që pa. Pikërisht para tij qëndronte shtëpia e tij, e cila ishte djegur disa muaj më parë. Ajo ishte rindërtuar plotësisht. Eduard ishte plotësisht i shtangur. Baba, shpresojmë që të pëlqej. U përpoqëm ta ndërtonim sa më shpejt të mundeshim. Nuk donim të tregoni për këtë sepse donim ta bënim surprizë. Gjithçka që të nevojitet është brenda shtëpisë. Gjithashtu kemi diçka për ty. Një nga zjarfiksit gjeti këtë album fotografish. Hidhi një sy, i thanë ata. Kur ai e pa fotografi të tij dhe gruas, nuk mund të kujtonte herën e fundit kur kishte qarë si fëmijë, por sot ishte plot emocione. Eduard i falenderoi ata për atë që kishin bërë. Në atë çast gjithçka kishte kuptim. Pse Aron dhe gruaja e tij nuk kishin kaluar mjaftueshëm kohë me të gjatë muajve të fundit. Ai gjithashtu kuptoi se dokumentat që djali i tij kishte bërë të nënshkruante disa kohë më parë ishin për lejen për të rindërtuar shtëpinë. Pikërisht kur mendoi se kjo ishte gjithçka, një fshim bërriti për ta përshëndetur. Pranë burrit qëndronte dhe gomari i tij i dashur, i cili ishte gjetur në periferi të qytetit. Eduard ishte i tronditur, duke ndjerë sikur po ndërronte dhe nuk mund të ndalonte së falenderuari fshqinjin e tij. Pak çaste më vonë, Eduard filloi të zbërthente sendet e tij me ndihmën e djalit dhe nuses. Disa ditë më vonë çifti u largua nga shtëpia e tij, por ata u siguruan që i moshuari të kishte gjithçka që i nevojitej. Punsuan më shumë se një infermier dhe antar stafi për të kujdesur për të dhe bën të mundur ta vizitonin çdo fundjavë. Një fundjavë Eduard u afroi Aronit dhe gruas së tij duke u kërkuar falje. Ai pranoi se i kishte gjykuar keq, duke besuar se ata nuk kujdeseshin për të. Megjithatë, tani ai e kuptonte se gjithçka që kishte bërë ishte për të mirën e tij, për ta ndihmuar të kishte një jetë më të mirë. Të lumtur për këtë kuptim të tij, çifti e fali, të gëzuar që e shihnin duke lulëzuar në shtëpinë që ai çmonte.